A je ti prendi keq? Nashta dhe ti a ke bo këtë pyetje vetës se kur s'ke mujt me gjetë përgjigje, se tek e fundit se cili prej neve ka qef me besu që është njeri i mirë. Çka e bën një prind të keq? Një prind i keq nuk është domosdoshmërisht dikush që nuk e don fëmijën e vet, se unë nuk besoj që ka njeri që nuk e don fëmijën e vet. Po një prind i keq është ai që nuk din qysh me e shpreh dashnin. Nashta se nuk e ka mësu kur u kon i ri, e nashta se tash është shumë i dhënën mas obligimeve të tjera. Prind i keq është dikush që vazhdimisht e krahason fëmijën e vet me të tjerë. Fëmia i kujshisë është më i mirë se ti se ka marrë 5 matematike, ti nuk e ke marrë. Fëmia i kujshisë është më i mirë se ai ka dhënë 5 golla, ti nuk e ke dhënë asnjë. Qysh ndikon kjo te fëmia? Tepër keq. Rritet me ndjenjën e krahasimit edhe kurrë nuk njihet i plotësuar në vetvete. Prind i keq është dikush që e poshtron fëmijën e vet për një gabim që e ka bo. Në vend se me i thonë gabimet janë për njerëz, krejt gabojna edhe nëse ti ke gabu nuk u bë nami, prindi i keq e bën me uni shumë fajtor edhe e turpëron besa edhe në publik për gabimet që janë njerëzore. Një prind i mirë kur nuk e bën këtë sen, se e din që kjo ka me pas impact në krejt jetën e fëmisë. Prindi i keq është dikush që edhe nuk e din me bo dallimin mes dhunës edhe disiplinës. Disiplina është sjellje e mësume të cilët te ja ofron fëmisë tëne, i tregon që duhet mu sill në situatat e caktume, ndërsa dhuna është ndëshkem kafshëror që bëhet me qëllimin për me e lëndu jo veç fizikisht, po edhe shpirtërisht fëmin tën. Kur nuk mundesh me mësu një fëmijë me ja potencialin më të madh vetes nëse e dhunon. Mundesh me mësu veç tu e eduku, tu e bo me kuptu pse veprat e tij janë të mira ose të gabume. Prindi i keq është dikush që nuk din çysh mu sill, dikush që nuk din çysh me dhon dashuri, dikush që në vend të gëzimit jep vujtje, dikush që në vend të dhuratave ofron zhurma. Prindi i keq është dikush që e mëson fëmijën e vet që bota është vend i rrezikshëm e që ti dush me qenë i kujdesshëm. E çka përfundon tu bo ky fëmijë? Vazhdimisht bëhet paranojak. Pse? Se nëse nuk më ka dasht mu prindi jam, kush ka më dasht njët? Ton kohën ka me tentu me gjetë njerëz të keq, ka me sjell jeta në për rrugë të ndytuna, në për rrugë të gabume, sepse vendi ku ai u supozu me qenë i sigurt, në fakt ka qenë i kaos. Nëse ti i ki këto trajta, mnohu me i ndryshu. Nëse nuk e bën për veti, bën e të paktën për fëmijën tënd.